Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti tha të hënën se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është i mundur dhe për të arritur kjo, duhet të bëhet trysni Beogradit që të zbatojë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve, të arritur me 2023-shin. Kështu ju përgjigj Kurti pyetjes nëse mund të ketë shpejt një marrëveshje me Serbinë, pasi deklaratat të bërë një ditë më parë nga presidenti amerikan Donald Trump lidhur me raportet mes Prishtinës dhe Beogradit. Për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona, është e domosdoshme që ata pikë së pari t'u dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton Milan Radojčićin, kriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku. Më pas të pranoi të nënshkruajë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit. Njëkohësisht ta tërheqin edhe atë letër nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministra serbe Ana Brnabić ka thënë që nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës. Tha Kurti, Trump shkroi të dielën në Truth Social se gjatë mandatit të tij të parë presidencial, Kosova dhe Serbia ishin duke shkuar drejt një përplasje të ashpër dhe ishte gati shpërthimi një lufte, por shtoi se ai e ndaloi atë, duke akuzuar pasardhësin e tij ish presidentin Joe Biden se ka dëmtuar perspektivën afatgjatë me disa vendime shumë të pakuptimta, por unë do ta rregulloj sërish.